Tani për këtë çështjen e reviewve dhe kësaj ndjekjes si po i bën policia, i kuptoj një gjë, drejtori i policisë. Në menaxhim biznesi është një seksion ku flitet për etikën korporative, i cili natyrisht përmend faktin që menaxhmenti i lartë i një kompanie ose fytyrat përfaqësuese të një kompanie, s'ka rëndësi nëse janë menaxhment i lartë apo jo, është mirë që për çështje të tilla të cilat e ndajnë shoqërinë në mes, siç janë çështjet politike, çështjet fetare, çështjet ideologjike etj, deri tek sportivet, deri aty, është mirë që kompania strategjikisht të qëndrojë asnjëse. Pra mos përfshihet në këto debate, pasi një përfshirje e drejtë për drejtë fytyra e përfaqësuese të kompanisë në një debat të tillë do të le të themi agravonte situatën tek një pjesë e mirë e publikut, të cilët do të kërkojnë të hakmerreshin e kompanisë. Kupton? Dhe në atë libër, në atë seksion ka shembuj pa fund, duke filluar që nga Hugo Bossi etj. I fundit është Elon Musk, i cili për shkak se donte të pozicionojë politikisht u godit në mënyrë të jashtëzakonshme para një viti e gjysmë nga tregu ku shitjet e Teslës ran gati me 20-25%. Ajo që ndodh me Gjergj Lucën është pasojë, sepse ti nuk mund të tallësh ata që dalin protestë, të rish të lëpish pushtetin, qeverinë, duke i bërë kashillik atyre që dalin protestë, sepse ata të kundërreagojnë. Dhe policia nuk ka çfarë bën këtu. S'ka çfarë bën sepse Google është një kompani private, ai është një rankim totalisht informal. Pra nuk është një rankim formal. Dhe Google është menaxhuesi i atij rankimi, dhe Google ka policitë e tij, ka politikat e veta, me cilat e menaxhon atë rankim, nëse shikojnë që ka abuzim, ai ta heq notën tënde. Por të mos pasurit qef apo të urryerit të pronarit të kompanisë është një arsye legjitime për Google-in që ti t'japësh një vlerësim të keq. Pra Google e pranon si motiv vlerësimin e keq sepse ty nuk të pëlqen pronari i asaj kompanie. Dhe është budallik ta konsiderosh që ky është një sulm mbi biznesin shqiptar. Jo, është një sulm mbi 4-5 kompani. Në Shqipëri janë rreth, mos gaboj, 40.000 njësi shërbim në gjithë Shqipërinë. Publiku po thot, mos shkoni te këto 4-5, po shkoni te këto 39.996 të tjera, 95 të tjera. Nuk është sulm me biznesin shqiptar. Është mbi disa kompani. Mos shko tek ai lokali peshkut, shko tek ai në krah. Leku në Shqipëri mbetet prapë. Pra për ta kuptuar. Kjo që po ndodh. Sa për çështjes së partisë pastaj nuk e di, po nuk besoj se ka prokuror që të pranon këtë të hapi procedim për këtë çështje. E kundërta, nëse personat që dëgjuan dje deklaratën bëhen bashkë, mund të bëjnë një padi kolektive ndaj drejtorisë policisë për intimidim edhe shkelje të drejtës së të shprehurit. Dhe çomin prokurorit. Dhe më besoj që ajo padi do ndiqet me shumë seriozitet sepse duhet mbrapa Parlamenti Evropian. Parlamenti Evropian do ta ndjekë atë padi. Prandaj kjo lufta me review-t edhe me shkeljen e drejtave themelore, siç është e drejta e shprehurit, nuk besoj se ju çon në ndonjë vend. Në rregull, mos u lëshoni të gjithë për të shpëtuar Gjergj Lucën. Gjergj Luca kur del dhe tallet me protestuesit, i etiketon, ju vë emra, ju vë nofka atyre. Del edhe i bën kashillik publikut me Diramën e në të tash. Do ta marrë parasysh që kjo është pasojë. O do bësh biznes o shok, o do bësh politik. Të dyja bashkë nuk ka. O bë biznes, mbyll gojën, mos fol, mos bëj asgjë, mos e irrito popullin, s'ka nevojë fare. Vazhdo bë biznesin tënd. O do bësh politik, le biznesin bë politik, futën Partinë Socialiste, bëu deputet dhe fillo shajë dhe ti si taulant. Kështu që ky është një mesazh i qartë nga publiku, është totalisht legjitime, është shprehje vullnetit të lirë të konsumatorit. Dhe Google e ka vënë
e thashë pak më përpara, e ka kriter. Pra, ti mund të japësh rekim negativ, edhe nëse s'të pëlqen pronari i kompanisë. Nuk e shoh dot me sy atë, një shtoj vati. Okej? Kështu që lejni këto budalliqet me sulme ndaj turizmit shqiptar. Se keni, do të që ka gjej luca që ka turizmi shqiptar, ha? Ky që ka turizmi shqiptar. Më kujtohet Rama kur Ben Ahmed ai thoshte që Edi Rama e mbolli Ashashin me vetdije të tij, tha, po sulmoj Shqipërinë. Thoshte Edi Rama, jo më valla, po sulmoj Shqipërinë, po të sulmoj ty, ti si je Shqipëria. Ti je Edi Rama. Dhe në këtë rast nuk po sulmoj biznesin shqiptar, as turizmin shqiptar, po sulmoj Gjergj Luca, personalisht. Ai po mban pasojat e sjelljes vet. Pasojat e sjelljes vet, madje me këtë mund të agravohet më tepër, që të shkojë edhe më keq. Të shkojë edhe më keq. Se njerëzit thonë, kështu që ka muhabeti. Po mirë, vazhdo ndiqti. E lën review negative. Vazhdojnë, ta çojnë tek njëshi fare. Se dy e çuan. Në rregull. Rame, të kam thënë me një këmbë dorish. Burgun, dorëheqjen e burgun këto i di, po edhe atë me një këmbë. Pikërisht për këtë. Në rregull.